Maltezi ka një deklarat për mediat e ndjekin. Kemi parasysh që është fjale e Taulant Ballës parlament, nuk na tret dhe u paburgos Sali Berishën. Pra këto janë qartazi, janë deklarata publike, të cilat për fatin e tyre të keq, gjyqtarët e kësaj gjykate dhe gjyqtarët e gjykatave tjera janë bërë lepepegje dhe kanë thënë sikur nuk janë ngritur në pretendime. Të gjitha këto pretendime janë ngritur që këtu në kryet e herës që kjo është një çështje vetëm politike dhe asgjë tjetër. Këtu nuk ka fakt penal. Këtu neni nuk më përket fare, këtu domethënë kanë shkuar prokurorët, do i lutesha ti ktheheni këtij libër. Është një libër me ISBN. Keni kopje në bibliotekë kombëtare, po e çojmë në Library of Congress, keni kopje në çdo bibliotekë, fakulteti juridik të vendit. Ka të paktën 30 gënjeshtra dhe falsifikime nga prokurorët kamikazë të Edi Ramës. Është e turpshme kur prokurori që paguhet për të zbuluar të vërtetën nga taksat tona të gjithëve, përdoret për të falsifikuar deri ligjin apo të falsifikuar deri VKM-n. Pra është çesharake. Unë besoj që Edi Rama ka të paktën 8 firma këtu. Edi Rama ka dhënë lejet. Edi Rama nuk thirret. Pra, prokurorët kamikazë të Spagut kanë shkuar deri në gënjeshtra duke pretenduar se kur lejen e ka dhënë Sali Berisha, kur lejet janë dhënë nga Edi Rama dhe nga kryetarët e tjerë të bashkive krejt normale. Sepse s'kishte asnjë shkelje, se po të kishte, domethënë në dëshirë të madhe nuk është se kishin. Një element tjetër. U tentua të mbrohet Irena Gjokat. Kemi parasysh diçka. Ka një proverb të famshëm arab që thotë, në rast se Kur'anin ta mëson dhelpër, atëherë vjedhjen e pulave e kupton për sevap. Nuk e din që është vjedhje, është hajni. Për fat keq, ky është standardi që don Edi Rama. Standardi i Edi Ramës është standardi i Irena Gjokës me 3 mbiemra, e dënuar, e dëbuar 2 herë me falsifikimet formularëve të vetingut, me falsifikimet formularëve dekriminalizimit, me fshehje pasurish e të gjitha me radhë. Dhe për fat keq, i gjithë trupa e drejtësisë bëhet urë për të fshehur pislëqet e Irena Gjokës. Duhet ju them edhe diçka tjetër, në fakt, të keni parasysh. Unë vetë jam personi lidhur i personit të lidhur në këtë çështje. Domethënë qesharakësia vazhdon sa më tepër. Po unë këtu kam edhe kolegun tim që kemi në pronësi Palestrën. Janë shkelur të drejtat konventore dhe kushtetuese prej 2 vitesh e gjysmë. Kujt? Personit të lidhur, të personit të lidhur, të personit të lidhur. Është qesharake ku shkohet nga miopia politike e prokurorëve kamikazë. E gjitha kjo është një çështje politike, por ne do përballemi me këtë. Ju faleminderit. Është ortaku im, si ta quaj, ortaku Ervinin, si ta quaj. Unë s'po quaj prokurorët kolegë, përkundrazi, unë një tregova që janë kamikazë. Këto të paktën që ka përdorur Altin Dumani janë turp i drejtësisë. Janë turp sepse mbrojnë të pambrojtshmën, janë turp sepse gënjejnë deri me VKM-n, me ligjin, kanë bërë 30 falsifikime. I keni këtu, është me ISBN, e keni në bibliotekë, mund t'ja çojmë me email kujt të doni që të aty. Pra, këto gjëra që unë shpreh nuk janë gjëra që thuhen në ajër, po janë të shkruara. Ju faleminderit. Gjithnjë.